Bëhet fjalë për Blerina Krasniqin, e cila është një make-up artiste. Sot keni ardhur si grimerja e Albulena Hukaj, për ndryshe jam Blerina Krasniqi, grimera e 2 studios. Kom fillu me make-up prej shumë e vogël, normal, nuk është rastësisht hapja që 2 vite. Kemi një eksperiencë goxha të madhe me make-upin. Na ka ardhur si ëndër prej e vogël, amo gjithçysh e kom profesionalizu me përvojë shumë vjeçare. Ajo më tutje shton se 2 studio ka një mision të saktë dhe në fund klientja, ose në këtë rast nusja të ndihet e bukur dhe unike në llojin e saj. Misioni jonë është që secila femën që hyn në studion tonë me qenë rahat, e qetë, e sigurt, e vlerësuna dhe normal në fund mund ndije bukur. Kemi qef që secila klientet ta përfitojnë një përvojë të vetën, jo vetëm make-up, po të ketë një përvojë të mirë me neve, me ato momentet e veta që janë shumë të rëndësishme. Blerina thekson se kjo qendër e bukurisë dëshiron të zhvillojë trajnime për gjeneratat e reja dhe kjo e pas ka një arsye goxha të fortë. Vizioni jonë është që të krijojmë një bazë qëndrueshme në make-up, të zhvillojmë trajnime të vazhdueshme për gjeneratat e reja, që të kam konkurrente të mirëfillt në të ardhmen e afërt dhe jo të kam një konkurrencë vetëm në Instagram. Do më thonë që çka që na e bojmë, ajo që na veçon neve si studio, mas pari vlen me cek se gjithçka që e bojmë pa filtera, si fotot, si videot, si gjithçka tjetër. Gjithçka që duket live, e postojmë si qysh duket live edhe në Instagram. Nuk prekim asgjë sikur qysh po e shohim si dukuri shumë të tepërt, po mendoj. Po një deklarate gëzimshme kjo nga grimerja Krasniqi, e cila pohon faktin se është më se e bindur për atë që tha. Edhe unë deklaroj 1,000,000% që sot kena me vërtetu pak a shumë. Dje kom patjetër. Edhe e shohim bashkë. Shikuesit zonë dhe në qona dhe të mirën edhe të keqen në ekran, kom qef me tregu se i kom shikuesit besnek që mbi 10 vjetë, kështu që atja hedhim një sy telefonit. Dje kena pas ditën e fundit trajnimet, ku e kom bo një look prej nusës, po nuk kena mujt me postu për shkak se u kon ngarkes dita shumë. Ka dhe këse raste ku i mbani punimet e bukra, po nuk i postane? Ka shumë, i stërmbushur telefonin. Po ta hapi telefonin edhe mundet me e fotografu ose me inqizu kamera, çdo detaj që ti kime e bo. A muj me e pane, kështu që kameraman apo vjan? Yesterday. Jemi në galeri, ku se cila foto është e bone pe telefonit. Po shihet. Po shihet me kliente, me gjana. Najse në Zoom dëshiron me edit sa është për një me ashtu. Si London. Kjo? E bukur. Ti kime zgjedh. Mos unë e zgjedh e vetën. Okej, a muj me shkru... Zoti madh. Qa me shkrujt? Bride. Unë kur të martona, a me marrë të? Patjetër, më presim, kemi nderën knacin. Lena këndon. Patjetër, këtë all inclusive paket vini. A muj me e bo kështu, tash bride. Rekord. A jeni dëshmitar që kjo po postohet, bum. Që është për ty, ndoshta kjo si ndjesi që po thu konkurenca dhe kështu, po e tregon pjesën që postohen pa u qa. Kështu që mundoni me hin në Instagramin e Blerina Krasniqi, edhe me pa se shëtë kualiteti është shumë i bukur. Për neve është pak ma shumë punë, për shkak se... Kjo është për ty. Faleminderit shumë. Edhe unë po largohem, të dalloj eksklusivitetin ty, me na tregu se sa është sfiduese me u dallu me naturalitet, me pastërti. Nëse e ki talentin, po menoj që nuk është shumë sfiduese. Për neve na qetë pak ma shumë punë se sa dikush që përdor shumë ma shumë filter, sepse punës live nuk jep qatë shumë rëndësi. Na japim shumë rëndësi, e bëjmë gjithçka që duket mu do këta manë si në live.
Fole për veçantit, po nuk më tregove për trendin e grimit 2025-2026. Çka ka pas dallim me qenë se prej e vogël ke rrugtu në këtë profesion, ke mujt me i pa etapat e ndryshimit. Ç'është po mundohesh me vështat? Po mundohemi me vështat krejt kërkesave të klientëve, trendet e grimit pedim tash që ndrojnë prej vitit në vet. Kryesisht jemi te Smoky Eye, liner i shkrim, liner të pastër, pak xixa. Xixat janë ma shumë trend, po menoj, edhe me jo shumë bazë. Bazën pak ma të lehtë. Ke nisë ma veç edhe për trajnime. Qësh po doket ndoshta që përvojën tonë shumë vjeçare me transmetu? Cilat janë ato 3 gjërat bazë që i për studentët tua? Studentëve të mia, sa një parë që i thom është mas pari qasja me klientin, që ka shumë rëndësi. Klientët ndihen sa ma të vlerësume, edhe ma të... Sti shka ka? Unë i mbretresha, si shpinë e tyre. Çdo sezon sjell risi të reja për t'u dalluar nga i mëparshme. E Blerina, si një ekspert e kësaj lëmie, na tregon pak për trendet e grimit që kanë karakterizuar këtë vit. Kërkesave të klientëve, trendet e grimit pedim tash që ndrojnë prej vitit në vet. Kryesisht jemi te Smoky Eye, liner i shkrim, liner të pastër, pak xixa. Xixat janë ma shumë trend, po menoj, edhe me jo shumë bazë. Bazën pak ma të lehtë. Për fund ajo flet për pjesën e trajnimeve, si është për Blerinën një eksperiencë që përvojën e saj shumë vjeçare me transmetu tek vajzat e reja. Të njëjtat kanë zgjedh make-upin si profesion që do ta kenë rrugtimin e jetës me të. Ajo që ju thëm studentëve të mia është punë, strategji, punë. Gjithçka me punë, puna që ka cilësi, t'jep ato që je. Bukuria është arti që mbaj me vete, një kombinim i finesës, stilit dhe asaj se çfarë na bën të ndihemi mirë. Grimi evolon, stilet ndryshojnë, ama qëllimi mbetet i njëjtë. Të theksosh më të bukurën tek vetja, e pikërisht për këtë kujdeset Blerina me stafin e saj të mrekullueshëm në 2 studio që gjendet në Prizren.